Horoskopi për ditën e martë 26 maj 2026. Dashi, ditët në vijim do të sjellin një ritëm të ri në jetën tuaj profesionale. Do të përballeni me një vendim të rëndësishëm që lidhet me financat, ku do t'ju duhet të zgjidhni midis një rrugë të sigurt dhe një mundësie që kërkon pak më shumë guxim. Personat që ju rrethojnë do të kërkojnë këshillën tuaj, duke ju vendosur në pozicionin e liderit. Në planin shpirtëror, një bisedë e lënë përgjysmë me një person nga kaluara do të sillet në jetë dhe ju do të gjeni gjuhën e përbashkët. Shëndeti do të jetë i qëndrueshëm, por duhet të keni pak kujdes me lodhjen në orët e vona të mbrëmjes. Çdo hap që do të hidhni do të ketë një ndikim afatgjat, ndaj mendoni mirë përpara se të thoni fjalën e fundit. Ngjyra me fat, kafe e errët dhe bezh. Koha me fat 10:30 deri 12:30 paradite. Demi, për Demin po vjen një periudhë ku puna e palodhur e muajve të fundit do të fillojë të japë frytet e saj të para. Do të merrni një lajm të mirë që lidhet me një dokument ose një çështje pronësie që prisje ta zgjidhësh. Në familje do të mbretërojë një atmosferë e ngrohtë. Megjithatë, do t'ju duhet të bëni një kompromis të vogël për të ruajtur qetësinë. Ndjenja do të marrë një hovë të ri për ata që janë në një marrëdhënie, ndërsa beqarët do të kenë një takim rastësor që do t'ju ndryshojë mënyrën të menduarit. Do të ndjeni nevojën për të ndryshuar gjithçka në ambientin ku jetoni. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat 14:15 deri në 16. Binjakët, mendja juaj do të jetë plot ide të reja dhe dëshirë për të ndryshuar rutinën e përditshme. Gjatë kësaj jave do të jetë e pamundur të qëndroni në një vend, pasi do të keni takime të shumta dhe biseda që do t'ju hapin dritare të reja bashkëpunimi. Një mik i vjetër do t'ju bëjë një ftesë të papritur dhe do t'ju kthejë pas në kohë, duke ju sjellë nostalgji. Kujdes me shpenzimet e nxituara. Ndoshta do të kesh një pagesë të paparashikuar. Dashuria kërkon më shumë vëmendje dhe dëgjim aktiv ndaj partnerit. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat paradite. Gaforja. Për gaforën po afrohet një kohë reflektimi dhe mendimesh të mëdha për një të ardhme të afërt. Do të ndjeni se disa gjëra rreth jush kanë ndryshuar dhe është koha që edhe ju të përshtateni me situata të reja. Në ambientin e punës do të vlerësoni për besnikërinë dhe për kushtimin tuaj, gjë që mund të sjellë dhe një ngritje të vogël në detyrë ose ndoshta një bonus. Në dashuri, lidhjet ekzistuese do të kalojnë në një tjetër nivel besimi, ndërsa ata që janë vetëm do të ndjejnë një tërheqje ndaj një personi që e njohin prej kohësh, por e kanë patur thjesht si mik. Ngjyra me fat portokalli, koha me fat 16 deri në 17:45. Luani. Ditët e ardhshme do t'ju duhet të vendosni ju në qendër të vëmendjes, ashtu siç ju pëlqen gjithmonë. Do të keni një energji të mjaftueshme për të përfunduar një projekt që kishte mbetur pezull dhe kjo do t'ju rrisë vetbesimin. Ndikimi i yjeve do të jetë mjaft pozitiv dhe në fushën e financave. Pritet një rritje e vogël të ardhurash ose një dhuratë me vlerë. Në jetën private mund të keni një keqkuptim të vogël me një familjar, por gjithçka do të zgjidhet shpejt nëse tregoni më të ri dhe nuk reagoni me nxitim. Kushtoheni pak kohë aktiviteteve fizike. Ngjyra me fat jeshile, koha me fat 11 deri 12:45. Virgjëresha. Për virgjëreshën po vjen një fazë ku organizimi dhe detajet do të bëjnë diferencën e madhe. Do të keni mundësinë të rregulloni disa raporte të krisura me kolegat ose bashkëpunëtorët e ngushtë. Një projekt i ri do t'ju propozohet dhe mund t'ju duket i vështirë në fillim, por do të rezultojë mjaft fitimprurës nëse i përkushtoni me seriozitet. Në dashuri duhet të lini pas të kaluar dhe të përqendroheni tek ajo që keni në të tashmen, sepse aty fshihet lumturia juaj e vërtetë. Shëndeti kërkon që të bëni më shumë pushim dhe të ushqeni shëndetshëm. Ngjyra me fat, ngjyrë hiri, koha me fat është pasdite e vonshme. Peshorja.
Ekuilibri që keni kërkuar prej kohësh po vendoset në jetën tuaj. Do të ndjeni një qetësi të brendshme dhe do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë me buzëqeshje. Në planin profesional do të keni mundësi të tregoni aftësitë tua diplomatike, duke zgjidhur një konflikt mes dy palëve. Financat tuaja do të njohin një përmirësim të lehtë, gjë që do t'ju lejojë të bëni një vlerë që dëshironi prej kohësh. Në dashuri, partneri do t'ju befasojë me një gest romantik. Do t'ju bëjë të ndjeheni vërtet të vlerësuar dhe të dashuruar. Ngjyra me fat është ngjyra e argjendit. Koha me fat është pasdite 13 deri 14:30. Akrepi. Për akrepin po vjen një fazë transformimi i thellë dhe rritje e brendshme. Do të keni guxim për të mbyllur disa dyert që nuk ju shërbejnë më dhe do të hapni kapitull të ri në jetë. Në punë do të jeni shumë kërkues ndaj vetes, por kjo do t'ju sjellë rezultate të shkëlqyera dhe vlerësim nga e prodha. Një bisedë e fshehtë ose një sekret që do t'u zbuloni do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë qëllimet e disa njerëzve që do t'ju rrethojnë. Në planin afektiv, pasioni do të jetë i lartë, por shmangni xhelozinë e tepërt që mund t'ju sjellë debate. Ngjyra me fat e kuqe. Koha me fat 21 deri 22:30. Shigjetari. Dëshira juaj për liri dhe aventura do të jetë më e fortë se kurrë gjatë kësaj kohe. Do të planifikoni një udhëtim ose një lëvizje që do t'ju sjellë shumë gëzim dhe përvoja të reja jetësore. Në aspektin financiar do të keni fat pasi mund të merrni një ofertë të re pune ose një mundësi për të fituar para shtesë përmes një hobi. Miqt do t'i bëjnë një rol të rëndësishëm këtë javë për ju, duke u mbështetur në çdo nismë. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi për të kaluar çdo dyshim që mund të keni patur kohët e fundit. Ngjyra me fat është blu e errët. Koha me fat 8:30 deri 10 paradite. Britësjapi. Për britësjapin, fokusi kryesor do të mbetet karriera dhe stabiliteti afatgjatë. Do të punoni me orë të zgjatura për të arritur një objektiv të rëndësishëm, por lodhja do t'ju shpërblejë plotësisht dhe shumë shpejt. Do të merrni mbështetje në një personi me ndikim që do t'ju udhëzojë saktë në hapat që duhet të ndërhyni. Në familje mund të keni disa diskutime lidhur me buxhetin, por me maturinë tuaj karakteristike do të keni zgjidhje më të mirë për të gjithë. Mos lini pas dore shëndetin dhe gjumin, pasi trupi juaj ka nevojë të rigjenerohet. Ngjyra me fat kafe e mbyllur. Koha me fat 17 deri 18:15. Ujori. Ditët në vijim do të sjellin ndryshime të papritura, por sot do të jetë shumë pozitive për jetën tuaj shoqërore. Do të njihni me njerëz të ri të cilët do të ndajnë të njëjtat interesa dhe ide me ju, duke krijuar lidhje të forta miqësie. Në punë do të jeni inovator dhe do të keni zgjidhje të shpejta për probleme që të tjerëve u dukeshin të pamundura. Në fushën e ndjenjave është koha që të jeni më të hapur dhe të shprehni hapur atë që ndjeni, pa patur frikë nga gjykimi. Një lajm i mirë nga larg do t'ju gëzojë pa mas në fundjavë. Ngjyra me fat është boj qielli. Koha me fat është mbrëmje. Peshqit. Për peshqit po vjen një valë frymëzimi dhe krijimtarie që duhet ta shfrytëzoni maksimalisht. Do të keni shumë intuit dhe do të ndjeni se cilat janë lëvizjet e duhura që duhet të bëni në këtë situatë. Në aspektin profesional, një projekt i vjetër do të rikthehet në vëmendje dhe këtë herë do të keni burimet e mjaftueshme për ta realizuar me sukses. Në planin personal do të ndjeni nevojën për të shkëputur pak nga zhurma dhe për të kaluar kohë me veten ose me njerëzit tuaj më të afërt të zemrës. Dashuria do të jetë e qetë dhe e mbushur me momente të ëmbla. Ngjyra me fat e bardhë. Koha me fat 19:30 deri 21. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.